Një deklaratë e fortë dhe tejet provokuese nga Labinoti ka ndezur sërish diskutimet brenda shtëpisë së Big Brother Kosova dhe jashtë saj. Në një moment tensioni dhe vetbesimi të theksuar, ai ngriti pikpyetje të drejtpërdrejta mbi identitetin, njohjen publike dhe meritën e disa prej banorëve për të fituar këtë edicion, ku u bën këta që nuk i njeh kush me fitu Big Brotherin. U shpreh Labinoti me tone të ashpra, duke vënë në dyshim faktin se si disa banorë, sipas tij, pa histori, pa peshë publike dhe pa kontribut, pretendojnë fitoren. Ai vijoi edhe më tej, duke i quajtur papuksa, duke thënë se vetëm nana e baba i vet i njohin, askush tjetër. Deklaratat e tij nuk u ndalën vetëm te kritika ndaj të tjerëve. Labinoti e vendosi veten qartë në qendër të këtij diskutimi, duke theksuar përvojën dhe karrierën e tij shumë vjeçare. Unë me 30 vjet karrierë, tha ai, kam me e fitu Big Brotherin, jo këta. Këto fjalë u interpretuan si shprehje e një vetbesimi të fortë, por edhe si sfidë e hapur ndaj banorëve të tjerë dhe perceptimit të publikut. Brenda shtëpisë, reagimet ishin të përziera. Disa banorë e pan këtë qëndrim të Labinotit si arrogancë dhe nënvlerësim, ndërsa të tjerë e interpretuan si strategji për të dominuar narrativën dhe për të treguar forcë psikologjike në fazat vendimtare të lojës. Në një format ku vetbesimi shpesh shihet si armë, fjalët e Labinotit krijuan një ndarje të qartë mes atyre që e shohin si lider dhe atyre që e shohin si përçarës. Edhe publiku reagoi menjëherë. Në rrjetet sociale, diskutimi u përqendrua te pyetja thelbësore: a fitohet Big Brother Kosova me famë dhe karrierë të gjatë, apo me sjellje, njerëzi dhe rrugëtim brenda shtëpisë? Disa ndjekës e mbështetën Labinotin, duke thënë se përvoja dhe personaliteti i fortë nuk mund të injorohen, ndërsa të tjerë theksuan se Big Brother nuk është garcvje, por provë karakteri. Deklarata e Labinotit riktheu edhe një herë debatin klasik të këtij formati: kush e meriton fitoren? Ai që vjen më. Një tjetër përplasje e fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother Kosova, këtë herë mes Labinotit dhe Klodit, duke nxjerrë në pa tensionet e grumbulluara, akuzat e ndërsjella dhe mënyrën se si loja po kalon gjithnjë më shpesh në sulme personale. Debati ishte i ashpër, me tone të larta dhe fjalë që lanë gjurmë si brenda shtëpisë, ashtu edhe te publiku jashtë saj. Gjatë debatit, Labinoti ju drejtua Klodit me akuza shumë të rënda, duke i thënë se nuk ke shpirt dhe se nuk je human, ndërsa shtoi se sipas tij, Klodi ka shpirt të zi. Këto deklarata e zhvendosën debatin nga një përplasje loje në një gjykim të drejtpërdrejtë të karakterit dhe njerëzisë së tij. Labinoti vijoi më tej me akuza që lidhen drejtpërdrejtë me mënyrën se si Klodi po e luan lojën. Ai e akuzoi se po i përdor vajzat brenda shtëpisë për të kapur primein dhe për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që sipas tij, jashtë shtëpisë Klodi është i lidhur. Kjo deklaratë ndezi edhe më shumë situatën, pasi preku një temë të ndjeshme, ndarjen mes lojës televizive dhe jetës personale jashtë kamerave. Sipas Labinotit, kjo sjellje përbën hipokrizi dhe mungesë sinqeriteti, duke e bërë edhe më të ashpër gjykimin e tij ndaj Klodit. Ai e paraqiti këtë si një problem moral dhe njerëzor, duke lënë të kuptohet se loja po bëhet me çdo kusht. Pa marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve apo pasojat, Klodi, nga ana tjetër, reagoi duke u mbrojtur nga këto akuza, duke theksuar se çdo veprim i tij brenda shtëpisë është pjesë e lojës dhe se nuk ka qëllim të manipulojë askënd. Ai u shpreh se ndjehet i sulmuar padrejtësisht dhe se fjalët e Labinotit janë të rënda dhe të papranueshme, sidomos kur bëhet fjalë për karakterin dhe jetën e tij personale. Banorët e tjerë u gjendën mes përpjekjeve për të ndërhyrë dhe momenteve të heshtjes, ndërsa debati eskalonte. Disa u përpoqën të qetësonin situatën, ndërsa të tjerë preferuan të qëndronin larg, duke e kuptuar se përplasja kishte kaluar në një nivel shumë personal. Xhelozia, emocionet e papërmbajtura dhe përplasjet personale po vazhdojnë të trazojnë shtëpinë e Big Brother Kosova. Së fundmi, në qendër të vëmendjes ka qenë Benita, e cila është shfaqur dukshëm e prekur dhe e tensionuar pas puthjeve mes Klodit dhe një banoreje tjetër. Një situatë që ndonse për disa mund të duket pjesë e lojës apo e afrimeve spontane, për Benitën ka qenë e vështirë për t'u përballuar. Sa po mori vesh për puthjet, Benita reagoi menjëherë. E shtyr nga xhelozia dhe zhgënjimi, ajo ju afrua Klodit dhe nisi t'i bëj presion me fjalë të forta dhe tone të ashpra. "Çka ke me heq sonte?" i tha ajo, duke vijuar me: "Shtrenjtë ke me pagujt për këto puthje." "Shtrenjtë? S'kam me të lënë me fjetë."
Fjalë që u dëgjuan qartë nga banorët e tjerë dhe që e bën situatën edhe më të tensionuar. Ajo që e bëri momentin edhe më të fortë emocionalisht ishte mënyra se si Benita e shprehu xhelozinë e saj pa asnjë filtër. Ajo la të kuptojë se këto puthje nuk ishin thjesht një veprim kalimtar, por diçka që do ta ndiqte edhe përtej momentit. Edhe në ëndër kanë me të dalë ato puthje, u shpreh ajo, duke treguar se situata e kishte prekur thellë dhe emocionalisht. Klodi, nga ana tjetër, u përpoq her pas here ta relativizonte situatën, por presioni dhe tensioni i krijuar nga reagimi i Benitës e bën të pamundur që biseda të mbetej e qetë. Banorët e tjerë ishin dëshmitar të një skene që tregoi qartë se sa shpejt ndjenjat mund të marrin kontrollin brenda një ambienti të mbyllur si ai i Big Brother. Ky episod ka nxitur reagime të shumta edhe nga publiku. Disa e kanë parë reagimin e Benitës si shenjë të ndjenjave të forta dhe frikës për ta humbur vëmendjen e Klodit, ndërsa të tjerë e kanë konsideruar të tepruar presionin dhe gjuhën e përdorur. Megjithatë, një gjë është e qartë, xhelozia ka nxjerrë në pa anën më emocionale dhe impulsive të saj. Në një shtëpi ku çdo veprim komentohet, çdo puthje peshohet dhe çdo ndjenjë amplifikohet nga kamerat, situata të tilla janë të pashëm. Alba nuk po mendon vetëm për ditët që po kalon brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Përtej debateve, sfidave, izolimit dhe momenteve të vështira shëndetësore, ajo ka nisur të flasë hapur për planet e saj për jetën pas përfundimit të këtij rrugëtimi. Plane që tregojnë qartë se për të Big Brother nuk është fundi, por vetëm një fillim. Sipas fjalëve të saj, Alba ka një vizion shumë të qartë për të ardhmen. Ajo shprehet se sapo të dalë nga Big Brother dhe sidomos nëse e fiton këtë edicion, dëshiron të hedhë hapa të mëdhenj në jetën personale. Fejesa dhe martesa janë ndër prioritetet e saj dhe Alba nuk e fshet dëshirën që këto ngjarje të ndodhin shumë shpejt. Për të, familja dhe stabiliteti emocional janë baza e çdo suksesi tjetër, por ajo që e bën rrëfimin e Albës edhe më të fortë dhe më domethënës është fakti se planet e saj nuk ndalen vetëm te jeta personale. Alba ka deklaruar se një nga qëllimet e saj më të mëdha është krijimi i një organizate jo qeveritare, UJF, që do të merret drejt për drejt me luftën kundër dhunës ndaj grave. Një kauz që nuk vjen rastësisht, por si rezultat i përvojave, vëzhgimeve dhe ndjeshmërisë që ajo ka treguar gjatë gjithë qëndrimit të saj në shtëpi. Gjatë Big Brotherit, Alba është përballur me situata të vështira, me izolim, me sulme verbale dhe me momente ku njerëzia është vënë në pikpyetje. Pikërisht këto përvoja duket se e kanë forcuar edhe më shumë bindjen e saj se gratë kanë nevojë për mbështetje dhe për struktura reale që t'i mbrojnë. Ojfja që ajo synon të krijojë do të ketë si mision ndërgjegjësimin, ndihmën dhe fuqizimin e grave që përballen me dhunë fizike, psikologjike apo emocionale. Ky vizion e nxjerr Albën përtej rolit të një banoreje reality show. Ajo shfaqet si një grua që dëshiron ta shfrytëzojë famën dhe platformën që i jep Big Brother Kosova për të bërë diçka me vlerë shoqërore. Në një kohë kur shumë fitore përkthehen vetëm në famë dhe përfitime personale, Alba po flet për përgjegjësi dhe kthim mbrapsht në. Një tjetër përplasje e fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother Kosova, këtë herë mes Labinotit dhe Klodit, duke nxjerrë në pa tensionet e grumbulluara, akuzat e ndërsjella dhe mënyrën se si loja po kalon gjithnjë e më shpesh në sulme personale. Debati ishte i ashpër, me tone të larta dhe fjalë që lanë gjurmë si brenda shtëpisë, ashtu edhe te publiku jashtë saj. Gjatë debatit, Labinoti ju drejtua Klodit me akuza shumë të rënda, duke i thënë se nuk ke shpirt dhe se nuk je human, ndërsa shtoi se sipas tij, Klodi ka shpirt të zi. Këto deklarata e zhvendosën debatin nga një përplasje loje në një gjykim të drejtpërdrejtë të karakterit dhe njerëzisë së tij. Labinoti vijoi mëtej me akuza që lidhen drejtpërdrejt me mënyrën se si Klodi po e luan lojën. Ai akuzoi se po i përdor vajzat brenda shtëpisë për të kapur primein dhe për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që sipas tij, jashtë shtëpisë Klodi është i lidhur. Kjo deklaratë ndezi edhe më shumë situatën, pasi preku një temë të ndjeshme, ndarjen mes lojës televizive dhe jetës personale jashtë kamerave. Sipas Labinotit, kjo sjellje përbën hipokrizi dhe mungesë sinqeriteti, duke e bërë edhe më të ashpër gjykimin e tij ndaj Klodit. Ai e paraqiti këtë si një problem moral dhe njerëzor, duke lënë të kuptohet se loja po bëhet me çdo kusht. Pa marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve apo pasojat, Klodi, nga ana tjetër, reagoi duke u mbrojtur nga këto akuza, duke theksuar se çdo veprim i tij brenda shtëpisë është pjesë e lojës dhe se nuk ka qëllim të manipulojë askënd. Ai u shpreh se ndjehet i sulmuar padrejtësisht dhe se fjalët e Labinotit janë të rënda dhe të papranueshme, sidomos kur bëhet fjalë për karakterin dhe jetën e tij personale.
Banorët e tjerë u gjendën mes përpjekjeve për të ndërhyrë dhe momenteve të heshtjes, ndërsa debati eskalonte. Disa u përpoqën të qetësonin situatën, ndërsa të tjerë preferuan të qëndronin larg, duke e kuptuar se përplasja kishte kaluar në një nivel shumë personal. Tensionet në shtëpinë e Big Brother Kosova kanë arritur një tjetër pikë shpërthimi, duke përfshirë këtë herë labinotin, plodin dhe lëndrimin në një debat të ashpër që degradoi shpejt nga përballje verbale në sjellje alarmuese. Situata u zhvillua me tone të larta, akuza personale dhe një klim që e bëri ndërhyrjen e banorëve të tjerë të domosdoshme. Gjatë debatit, labinoti u drejtua Klodit dhe lëndrimit me deklarata provokuese, duke u shprehur se fëmijët e tu janë fansat e mi, ju jeni kot, një fjali që u perceptua si përçmuese dhe poshtëruese. Ai vijoi duke i etiketuar të dy si të mbaruar si meshkuj dhe dallavere, duke e zhvendosur debatin nga loja në sulme të drejtpërdrejta ndaj identitetit dhe dinjitetit personal. Këto fjalë ndezën reagimin e menjëhershëm të Klodit, i cili u shfaq i irrituar dhe i tensionuar. Në kulmin e përplasjes, situata u përkeqësua edhe më shumë kur Klodi akuzoi labinotin për një veprim të papranueshëm, duke i thënë: "Më beshtyve, çka po bën? Mos mu afro." Ky moment shkaktoi tronditje të banorët e tjerë, pasi debati kishte kaluar nga fjalët në një incident që u perceptua si shkelje serioze e kufive personal. Lëndrimi, i përfshirë gjithashtu në debat, u gjend në mes të tensionit, ndërsa përplasja mes dy palëve u bë gjithnjë më e vështirë për t'u kontrolluar. Banorët e tjerë ndërhyn për t'i ndarë dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Duke u përpjekur të qetësonin gjakrat në një moment shumë delikat për klimën e shtëpisë, ky episod ka ndezur reagime të forta edhe jashtë shtëpisë. Publiku po diskuton ashpër gjuhën e përdorur, nivelin e agresivitetit dhe faktin se konfliktet po kalojnë gjithnjë më shpesh kufirin e debatit të pranueshëm. Shumë ndjekës kanë ngritur shqetësimin se ofendimet, poshtërimet dhe veprimet provokuese nuk mund të justifikohen si lojë, duke kërkuar më shumë përgjegjësi dhe ndërhyrje nga produksioni. Nga ana tjetër, ky konflikt ka nxjerrë në pa presionin e madh emocional që përjetojnë. Një bisedë e papritur mes labinotit dhe Tonit ka hapur një temë të ndjeshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, duke sjellë reagime të ndryshme si nga banorët, ashtu edhe nga publiku. Në një moment relativisht të qetë, larg debateve të zakonshme dhe tensioneve të ditëve të fundit, labinoti i drejtoi Tonit një pyetje direkte: "A ke përdorur ndonjëherë marihuan?" Pyetja u bë pa tone provokuese, por mënyra e drejtpërdrejtë me të cilën u formulua e bëri bisedën menjëherë të ndjeshme. Toni u befasua për një çast, por më pas u përpoq ta trajtonte temën me qetësi, duke e kuptuar se në një ambient si Big Brother, edhe bisedat më personale marrin peshë publike. Kjo bisedë solli në pa një tjetër dimension të marrëdhënieve mes banorëve, hapjen ndaj temave tabu dhe gatishmërinë për të folur për përvoja personale pa maska. Labinoti, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe pyetjet pa filtra, e shtroi çështjen si pjesë të një diskutimi më të gjerë për zgjedhjet personale, presionet shoqërore dhe mënyrën se si njerëzit përballen me to. Nga ana tjetër, Toni u përpoq të ruante ekuilibrin mes sinqeritetit dhe kujdesit, duke qenë i vetëdijshëm se çdo përgjigje e tij do të analizohej jo vetëm nga banorët brenda shtëpisë, por edhe nga publiku jashtë saj. Ai theksoi se temat e tilla janë personale dhe se secili njeri ka historinë e vet. Duke nënvizuar rëndësinë e mosgjykimit dhe respektit për zgjedhjet individuale, biseda u zhvillua në prani të disa banorëve të tjerë, të cilët dëgjuan me vëmendje, por pa ndërhyrë drejt për drejt. Atmosfera mbeti e qetë, megjithse tema në vetvete ishte e ndjeshme. Për disa, kjo ishte një shenjë e maturisë së banorëve për ta trajtuar një çështje delikate pa e kthyer në debat apo konflikt. Reagimet e publikut nuk vonuan. Në rrjetet sociale, ndjekësit e Big Brother Kosova nisën diskutime mbi faktin se sa e drejtë është që çështje të tilla personale të trajtohen publikisht, ndërsa të tjerë e panë këtë bisedë si një hap drejt normalizimit të dialog. Alba vazhdon të jetë e sëmur, e lodhur fizikisht dhe emocionalisht, por ajo që po them më shumë se çdo gjë tjetër nuk është vetëm gjendja e saj shëndetësore. Është fakti se brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ajo duket se ka mbetur krejtësisht e vetme. Asnjë nga banorët nuk e priti, asnjë nuk u shfaq për ta mbështetur hapur, dhe kjo heshtje kolektive ka ngritur pyetje të mëdha te publiku. Pse janë vënë të gjithë kundër Albës? Çfarë ka bërë ajo që meriton këtë izolim? A është Alba vërtet banorja më e keqe e këtij edicioni, apo përkundrazi, është një nga më të fortat dhe më autentiket, ndaj edhe ka përfunduar në shënjestër? Nëse Alba do të ishte vërtet më e keqja, siç disa mund të përpiqen ta paraqesin, atëherë pse nuk nxirret?
Pse vazhdon të qëndrojë brenda? E vërteta është se Alba ka treguar qëndresë, sinqeritet dhe forcë karakteri, cilësi që shpesh brenda një loje si Big Brother nuk falen. Kur je i drejt për drejt, kur nuk përshtatesh me hipokrizin dhe kur nuk luan sipas skenarëve të tjerëve, është më e lehtë të përjashtohesh se sa të përqafohesh. Fakti që Alba është e sëmurë dhe megjithatë nuk po merr mbështetje nga banorët e tjerë flet shumë për klimën brenda shtëpisë. Njerëzia nuk matet me strategji, as me aleanca, por me mënyrën se si sillesh me dikë kur është i dobët. Kur është i rrëzuar, kur ka nevojë për një fjalë të mirë apo për një gest minimal human. Dhe pikërisht këtu, shumë prej banorëve po dështojnë Big Brother është lojë, por mbi të gjitha është një pasqyrë e karakterit njerëzor. Alba, pavarësisht gabimeve që mund të ketë bërë, sepse askush nuk është perfekt, ka treguar se është njeri, se ndjen, se vuan dhe se përballet. Kjo nuk duhet të ndëshkohet, por të vlerësohet. Njerëzit duhet të vlerësohen për atë që janë, jo për sa të përshtatshëm janë për lojën e të tjerëve. Alba nuk ka nevojë të sulmohet nga të gjithë, por të lihet të shërohet, të qetësohet dhe të bëjë mirë. Sepse në fund të fundit, shëndeti, dinjiteti dhe njerëzia janë më